Imagjino pak Ermand kur të vi ky sistem edhe në Shqipëri, edhe të njohim një fëmijë që ka dalë nga një mitër artificiale. Shpresoj shumë që ajo që unë më duket e çuditshme Fationa, shumë e vërtet, jetojmë domethënë shikose edhe për ne teknologjisë është një domethënë ngjojmë çuditëra nga më ndryshmet, në sensin që jo prodhut qipi, jo roboti, jo humanoidi etj. Inteligjenca artificiale po bën çuditëra. Arritja më e fundit që ne kemi përmendur pak a shumë bashk, edhe më përpara. Qipi Neuralink Elon Muskut, një chip, domethënë një mikrokontroller i bioteknologjisë që implementohet në trurin e njerëzit. Po ne të gjithë mund të themi për çfarë krijoi ky. Domethënë ky fantakstor etj. Krijimi i chipit pati dhe ka rëndësi shumë në pjesën mjekësore. Për shembull, ata pacientë që kanë pasur aksidente automobilistike apo dhe të tjera, apo ata pacientë që kanë pasur masa tumorale cerebrale në tru, dhe kjo masë tumorale cerebrale u ka dëmtuar një zonë caktuar nervash neuronike, i themi ne, ose matricë, një grup nervash, ky çip i famshëm bën të mundur implementi është një implant elektronik që instalohet në tru, e thon shqip, dhe me anë të disa fijeve mikroneuroelektronike, lidhet me anë të nervave të tjera, duke i dhënë idenë e sinapseve. Sinapset janë pjesë komunikimi midis nervave fundor për të vazhduar transmetimin e sinjalit. Kjo thotë nëse një pacient nuk mund ngrinte dot dorën për të marrë një shishe ujë apo të tjera, implementimi i çipit e bën këtë mundësi, rehabiliton që pacienti të rikthehet në gjendjen, nuk po themi idealisht, siç ka qenë, por të ngri dorën, të lëvizit, fatë sistem motorik. Madje ajo që më ka bërë shumë, ka qenë lajm i interes, është rehabilitimi i nervit optik. Pra sëmundja e verbërisë, implementimi i çipit me anë të këtyre fijeve mikroneuroelektronike, sepse gjithë kjo është elektronik, nanoteknologji, bioteknologji. Bën të mundur ndërlidhjen e nervit optik që vjen nga lobi oksipital në sy dhe mund trajtohet edhe sëmundja e verbërisë. Pra kjo ishte një gjë, një breakthrough, që themi, një zhvillim që mund ta quajmë zhvillimi i shekullit. Tani ka të tjerë që po nxjerrin, kanë dalur domethënë në sektorin e industrisë, për shembull të automobilave, se çfarë po bën inteligjenca artificiale sot. Inteligjenca artificiale sot është instrument që ne po e përdorim për qëllimet tona dhe punët tona, që të na lehtësoj punën tonë. Por duke ndodhur në ky lloj fenomeni i zhvillimit, inteligjenca artificiale po na zëvendëson më së miri, por në mënyrë indirekte.